Duke nisur nga dita nesërme 1 maj, rikthehet marrëveshja mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë që parashikon lehtësimin e procedurave kufitare për automjetet me targa të dy shteteve. Në bazë të kësaj marrëveshje nuk do të kryhen kontrolle kufitare, duke mundësuar lëvizje të shpejtë dhe të pakufizuar. Qytetarët e Shqipërisë dhe ata të Kosovës do të kalojnë përmes pikës kufitare të Morinës dhe Vërmicës me procedura të shpejtuara përgjatë 9 muajve të vitit dhe në fundjavën e marrëveshja lëvizjes së lirë nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë në pranverën e vitit të kaluar shmangu trafikun dhe lehtësoi lëvizjet kufitare gjatë sezonit veror. Edhe këtë sezon lehtësimi i procedurave do të zbatohet gjatë 9 muajve të vitit, konkretisht nga 1 maj deri më 30 shtator dhe nga 1 nëntori deri më 28 shkurt të vitit pasardhës. Gjatë kësaj periudhe të qarkullimit të lehtësuar nuk do të ketë kontrolle pasaportash apo kartash identiteti për shtetasit të dy vendeve. Ndërkohë udhëtarët që kalojnë kufirin përmes pikave të përbashkëta Shqipëri-Kosovë deri të mërkurën në orën 24 janë të detyruar të paraqesin dokumentat e identifikimit, për shkak të nevojës së përpunimit dhe regjistrimit të saktës dhënave të automjeteve. Për të përballuar fluksin e shtuar të udhëtarëve, autoritetet kufitare në të dyja vendet kanë angazhuar të gjitha sportelet në dispozicion me qëllim që të shmangin pritjet e gjata dhe të garantojnë kalim sa më të shpejtë dhe efikas.